Projekti i nisur nga Bashkia e Elbasanit për rehabilitimin e kanalizimeve të ujërave të bardhë dhe të zeza në qendër të Lixhave ka mbetur përgjysmë, duke lënë një grop të hapur përpara Hotel Ylli. Situata është bërë shqetësuese për banorët dhe pacientët kosovarë që kurohen në ujëra termale, të cilët thonë se jo vetëm lëvizja, por edhe qarkullimi i automjeteve është bërë i vështirë. Po edhe vjet që u hap ky kanali edhe si vjet. Erdhi punovi një fadroma. Dije zberi gjë, duhet të hequr këto dhera të mbyllet gropa kaq. E ndjeni erë në erën të... Mirë më era si atje edhe këtu, ajo erë s'qufur bje, po që mirë është mos mbeten kështu dhera që aty ja vërtiten autobusat, vërtiten makinat. Si punë turistësh quhet kjo punë, po nuk duhen shikuar këto, duhet këtë pastërti. Nga vini? Nga Korça. Son kjo grope hapur këtu? Sigurisht po. Po na jemi kalimtar, na banojmë këtu, shkojmë, ata që punojnë aty e kanë shumë vështirë. Atëherë ato edhe një 2-3 ditë kanë ajtë shumë e hapur, që tash e kanë mbyllë, ama 2-3 ditë kanë ajtë e hapur. Tash 2 vjet. Si ka qenë thatë juve? Para 2 vjet njëjta akoma. E kom qenë unë këtu. Po kush do të ndërhyjë sipas jush, domethënë, si pacient, e ndjeni shqetësim edhe në rënd? Shumë shqetësim. Edhe ka shumë një rob të keq asaj ditë. Administratori i Njësisë Administrative Mërkur Kaçi thotë se situata do të zgjidhet brenda pak ditësh.